Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës po vazhdon trendin pozitiv, duke konfirmuar rritjen e qëndrueshme të trafikut ajror në Shqipëri. Vetëm për gjatë muajit gusht 2025, Tirana International Airport ka mirëpritur 1.413.000 pasagjerë. Po kështu janë regjistruar 8.106 fluturime drejt 108 destinacioneve në 32 shtete të ndryshme, duke e kthyer aeroportin një nyje të rëndësishme të qarkullimit ajror në rajon. Për gjatë 8 muajve të parë të vitit, në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës janë regjistruar 7.83 milion pasagjerë të ardhur. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky numër është rritur me rreth 8%. Tirana International Airport mbetet ura kryesore që lidh Shqipërinë me botën. Aeroporti i Tiranës po mirëpret dhe përcjell gjithnjë më shumë udhëtar, vendas apo të huaj. Rritja lidhet jo vetëm me fluksin e turistëve të huaj, por edhe me shqiptarët që kanë zgjedhur të udhëtojnë drejt destinacioneve të reja të hapura këtë verë, si Nantes dhe Lisbona. Sipas të dhënave zyrtare, qytetet italiane vijojnë të mbeten më të preferuara për udhëtarët shqiptar, sidomos Milano, Roma dhe Bologna. Përveç tyre, një volum i madh pasagjerësh është regjistruar edhe drejt Londrës dhe Vienës. Aeroporti i Tiranës është kthyer në një pikë referimi rajonal sa i përket rritjes së shpejtë dhe zgjerimit, duke shënuar rritje më të lartë të pasagjerëve pas periudhës së pandemisë, me një rritje për 152%, duke lënë pas malin e zi që ka rritur flukset e saj me 34%. Tirana International Airport po investon në digitalizim dhe përmirësim të përvojës së udhëtarëve përmes portave elektronike për kontrolle kufitare më të shpejta, skanereve të avancuar të sigurisë, zgjerimit të parkimit me mbi 1900 vende dhe një strukturë shumëkatëshe, përdime me karta digjitale duke shmangur pritjet në sportele. Këto masa kanë rritur